mbrëma të gjithë të pranishmëve. Mirë se erdhët në mbrëmjen e dytë të programit letrar që zhvillohet në kuadër të panairit të librit në Prizren. Sikur se ju kemi paralajmëruar, sonte jemi bashkë për të diskutuar me profesor doktor Nuridin Ahmetin, studiues historian, i cili ndonë se jeton në Prishtinë, është dashamjeri Prizrenit, apo? Po. Nuridin Ahmeti e ka kryer shkollën fillore në vendlindje, në Opoj, kurse të mesmen në Prizren. Studimet themelore dhe magjistraturën i ka përfunduar në degën e historisë në Universitetin e Prishtinës, kurse doktoratën në Institutin e Historisë në Tiranë. Nga viti 2008 punon në Institutin Albanologjik në Prishtinë, ku aktualisht mban postin e shefit të degës së historisë dhe të anëtarit të këshillit drejtues. Profesor Ahmeti është njëri nga studiuesit prodhimtar të vendit tonë, autor i shumë punimeve të botuara në revistat shkencore historike në Kosovë dhe jashtë. Ka botuar veprat Krerët fetar në lëvizjen kombëtare shqiptare në vilajetin e Kosovës 1878-1912, votimi i Institutit Albanologjik, bibliografia e revistës Vjetari 1965-2015 si bashkëautor botuar nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, e cila ka botuar edhe librin Bibliografia e botimeve të veçanta të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës si bashkëautor. Gjithashtu veprën Kujtesa kolektive, Dëshmi dhe ngjarje 1944-1966 si bashkëautor, botimi i Institutit Albanologjik. Pastaj veprën Krerët fetar në lëvizjen kombëtare shqiptare, botimi i Institutit Albanologjik. Veprën tjetër Instituti Albanologjik 1953-1955 si monografi. Bibliografia e revistës Shari 1992-2022, botimi i artivit në Prishtinë. Katalogi botimeve të Institutit Albanologjik 1953-2023 si bashkëautor, si dhe veprën e fundit dy vëllimshe, Albanologjia në Jugosllavi sipas dokumenteve të arkivave të Shqipërisë 1946-1973 dhe periudha 1973-1990, të cilën vepër do ta kulurojmë sonte. Zonja dhe zotrin, kjo vepër përmban rreth 1340 faqe material të hulumtuar, të përmbledhur e të redaktuar nga profesor Nuridin Ahmeti. Si spekson me të drejtë profesor doktor Hysan Matoshi në një recenzon që i bën kësaj vepre, citoj: qëndrimi ndaj albanologjisë në periudhën e viteve 1946-1990 ishte treguesi i qëndrimit të Shqipërisë ndaj pozitës së përgjithshme të shqiptarëve në sundimin e shtetit të slavëve të jugut, ndaj në këto materiale shpeshherë çështjet e veçanta, sikurse albanologjia dhe të përgjithshme si statusi politiko-juridik, dalin të trajtuara si të pandara. Pra, përtej dimenzionit të ngushtë albanologjik, në këto materiale shohim një interesim të institucioneve shtetërore shqiptare për pozitën e përgjithshme të shqiptarëve në Jugosllavi, madje edhe në mënyrë të veçantë dhe për pikpamjet e tyre në raport me shtetin anë, dhe sidomos në raport me sistemin politik dhe udhëheqjen e asokoshme të Shqipërisë. Mbaron citati. Fundja, faktet arkivore duhet të mbizotrojnë diskursin publik karshi romantizmave popullor. Kështu mendoj. Profesor Ahmeti, mirë se erdhët në Prizren dhe veçanërisht në panelin e librit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, faleminderit organizatorëve, juve, dietarë, për moderimin edhe ftesën edhe kontaktin e vazhdueshëm që kemi pasur, atë dashamirësinë që ka treguar në vazhdimsi që unë t'jam sonte këtu, por gjithashtu një falënderim edhe për juve të nderuar që keni gjetur kohë, keni ndarë kohën e çmueshme tuaj t'jeni me neve sot këtu. Faleminderit. Atëherë po fillojmë ngadalë të diskutojmë rreth
materialit që ju e keni përmbledhur në këta dy vëllime. Së pari, nëse mund të flisni kronologjikisht në pikat të shkurtra, si lindi ideja për t'ju përveshur punës hulumtuese në arkivin e Shqipërisë? Ka qenë vitin 2019, kur nga kolegët e Institutit Albanologjik mu besuar një projekt për historikun e Institutit Albanologjik. Dhe pa përtesë mendova se duhet ta bëj një punim shkencor. Siç mund të jeni në ndjeni, Instituti Albanologjik është hapur në vitin 1953 dhe mbyllet me vendimin e organeve të atëhershme të Kosovës në vitin 1955 për të rihapur më pastaj në vitin 1967. Gjatë hulumtimeve të mia në arkiva të rajonit, duke filluar nga i Kosovës, i Maqedonisë së Veriut dhe në Shqipëri, na rezultoi se ka materiale, edhe pse ishin 2 vite punë të Institutit Albanologjik, kishte materiale arkivore për një monografi. Dhe më në fund e realizuam, domethënë në vitin 2021. Rezultoi e suksesshme, u pritët të mirë nga publiku, dhe pas kësaj Instituti Albanologjik tha, konkretisht kolegë nga Instituti Albanologjik thanë që po, ti duhet të vazhdosh me projektin e radhës. Dhe ai projekti i radhës është që të vazhdosh me hulumtimin dhe me përgatitjen e një monografie për Institutin Albanologjik nga rithemelimi, nga viti 1967. Atëherë, mbas vitit, siç mund të ta dini, mbas vitit 1967, është do të thotë menjëherë kur hapet instituti, në vitin 1968 ka disa organizime që bëhen në Prishtinë. Është manifestimi për 500 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut. Mbahet konsulta gjyqësore e Prishtinës e vitit 1968. Organizohet për vjetori i Kongresit të Manastirit. E të tjerë, dhe mbas këtij organizimi vazhdohet më njëherë, domethënë me intelektualët tonë, vazhdohet kontaktet me Shqipërinë. Ka qenë sistemi që ka surveju dhe të çdo huaj që ka hyrë në Shqipëri, atëherë ishin dhënat që mund të ketë edhe materialet të bollshme në arkivat shqiptar, edhe për personat, edhe për studiuesit tanë të cilët kanë shkuar atje. Gjatë hulumtimeve tona, na rezultoi se ka mjaft materiale dhe neve gjatë hulumtimeve tona, edhe në arkivin e Shtetit Shqiptar, në arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në autoritetin e dosjeve, na rezulton se ka një numër të konsiderueshëm të materialeve për profesorët tanë, të cilët nuk janë publikuar deri më sot. Dhe menduam se do të ishte mirë që këto materiale, një pjesë të tyre, t'i vëmë në dispozicion për të interesuarit e tjerë, dhe bashkërisht me ndihmën edhe të recenzentëve, edhe të kolegëve të tjerë nga Instituti Albanologjik, arritëm që ta finalizojmë një projekt të tillë, 2 vëllimesh, të cilët janë në dispozicion të lexuesve sot. Të interesuarve të tjerë. Gjatë këtij procesi hulumtues, jeni ballafaquar me ndonjë sfidë, fjala keni hasur ndonjë pengesë, cenzurë, kufizim apo mungesë materialit kërkuar? Institucionet veprojnë në bazë të një ligjit të caktuar. Çdo punë në botë, institucionet arkivore, ata të cilët kanë hulumtuar e dinë. Dhe ka materiale që për arsye të ndryshme, domethënë ende nuk janë deklasifikuar. Sigurisht se ka pas materiale që neve i kemi kërkuar, po për 1982. Dhe në kanë thënë na vjen keq, po ekziston ajo, por nuk mund ta vëmë në dispozicion. Apo ka pas raste domethënë për disa personalitete albanolog të Kosovës, edhe të shqiptarë domethënë të ish Jugosllavisë, na kanë thënë që për arsye të caktuara nuk mund t'ju vëmë në dispozicion tani për tani. Në të ardhmen shpresoj. Kështu që nuk kemi insistuar neve që t'i marrim patjetër, por çfarë si kemi vepruar. Thonë të mençurit, ajo që nuk mund të bëhet e tëra, nuk duhet të lehet e tëra. Po, të paktën t'i vëmë në dispozicion ato që kemi mundur t'i vjelim ato materiale. Dhe besoj se
deri në këtë stad kemi vjell materialet të konsiderueshme dhe brenda mundësive tona i kemi sistemuar dhe këto tani janë në dispozicion të lexuesve dhe interesuarve tjerë. Në këto dy vëllime hasen shumë dokumente të cilat mbajnë tituj informacion, relacion, radiogram, letër, njoftim, dorëshkrim. Ju, çfarë metodologji keni ndjekur për të përzgjedhur dokumentet arkivore? Pra, keni pas në shënjestër ndonjë dokument që do të duhej ta gjenit, apo ky libër ka marrë trajt gjatë volontimeve? Neve duke i përcjell publikimet e tjera tanishme që kanë të bëjnë me materiale arkivore. Kemi pasë në aspektin politik, kolegët tanë, qënë nga Instituti i Historisë në Prishtinë, apo nga Arkivi i Kosovës, por edhe nga institucionet tjera si Motra, domethënë që është në Shkup, edhe në Tiranë, kanë publikuar materiale që mbulojnë rrafshin politik. Por ka dhe aspekte tjera, domethënë është edhe aspekti tjetër shkencor, historiku shkencor, historiku albanologjist, që është i rëndësishëm në këtë drejtim, por që neve nuk kemi parë të publikuar materiale të përmbledhura në vëllime. Dhe kemi menduar se në rast se do të bëjmë një punë të tillë, do të ishte shumë me interes për publikun. Në fakt, edhe nuk kemi gabuar, sepse me rastin e mbledhjes së këtyre materialeve, atëherë na rezultoi që lexuesi ka pasur nevojë për këto materiale. Neve kemi të burë materiale që lidhen me fushat e albanologjisë, do të thotë me personalitete sikur profesor doktor Skënder Izaj apo profesor Anton Qeta, Shefqet Llana e shumë personalitete tjera. Gjithashtu ka raporte që lidhen për librat e caktuara. E dini se në vitin 1951, në vitin 1952 botohen në Prishtinë kanë popullore shqipe të Kosovës dhe Metohijës. Zhvillohet një debat i ashpër në mes të politikanëve dhe shkencëtarëve, konkretisht elita politike e kohës e sulmon përgatitës të këtyre blejve, siç është Anton Qeta, Vojislav Daçetoviçi dhe Kadri Halimi. Dhe më në fund kuptohet fiton krahu politik dhe me këtë rast domethënë mbyllet edhe Instituti Albanologjik. Pra, janë raport arsyet e sulmimit sepse krahu politik e ka mbrojt idenë se nuk ka folklor shqiptar në Jugosllavi, po ka folklor jugoslav. Ndërsa përgatitësit Kadri Halimi, Anton Qeta dhe Vojislav Daçetoviçi kanë qenë këmbgulës këtë aspekt, se po ka folklor shqiptar, ne kemi dëshmitë dhe ata mbi bazën e këtij koncepti i kanë publikuar këto blej. Dhe vazhdon një debat i ashpër nga këtu. Mandej kemi domethënë relacione tjera që kanë bëjnë për profesorët. E dini domethënë mbas themelimit të Universitetit të Prishtinës në vitin 1970, në nënshkruan ato protokollet e bashkëpunimit dhe një pjesë e konsiderueshme e albanologëve tanë, domethënë duke filluar nga Ali Hadri, Ibrahim Rugova, Recep Qosja, Recep Ismaili, Anton Qeta, shkojnë për hulumtime, për të vjedhur materiale, për të përgatitur temat e magjistraturës dhe doktoraturës së tyre në Shqipëri, në Tiranë, në Shkodër e gjithë në për Shqipëri. Dhe ata kanë mbajtur relacione. Që këto relacione mendojmë se janë me interes sepse prezantojnë edhe disa disa inserte që në jetën e përditshme shumë vështirë domethënë mund t'i percepton njeriu. Megjithatë, këto gjëra ekzistojnë dhe ne nuk kemi dëshë të ndërhyjmë absolutisht në dokument. Ashtu siç ka qenë dokumenti, edhe kemi publikuar. Po, çka është tjetër me interes domethënë në këtë aspekt? Është se këtu publikohen edhe për herë të parë poezinë e tërshkrimit. Shkrimtarët tanë domethënë i dërgojnë për botim, si rasti i Agim Vincës, profesor Agim Vincës, edhe shkrimtari i njohur Jakub Ceraja, mirë po për arsye të ndryshme nuk botohen në atë kohë, kanë mbetur në ndryshim dhe ne i gjejmë ato, i kemi publikuar për herë të parë. Kontaktin që kemi pas këtyre ditëve me profesor Agim Vincën, ai ishte i bindur se ajo poezi ka humbur.
nuk ekziston, mirë po neve kur e vëmë në dispozicion, domethënë librin edhe poezinë gjithashtu në original, ai mbet i mahnitur në këtë drejtim. Ka relacione tjera do të thotë edhe për Aleksandr Stipçeviçin, që në atë periudhë shkon për hulumtime do të thotë në Shqipëri, janë gjithashtu me interes, edhe besoj se do t'ju hynë jashtëzakonisht në punë studiusve dhe albanologëve në përgjithësi. Në qoftë se më lejohet, këtu ka diçka të interesante edhe për qytetin e Prizrenit, me që jemi këtu. Janë 3 elemente do t'i veçoja për qytetin e Prizrenit. E para, me që është edhe zotëri Parimi këtu, profesori ndërum, me rastin e 100 vjetorit, këtu themelohet domethënë muzeu etnografik i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Mirë po, drejtuesit e atëhershëm domethënë që kanë qenë të Institutit për Trashëgiminë Rajonale këtu, kërkojnë ndihmë nga institucionet e Shqipërisë dhe kanë një mori relacionesh që ju dërgohen institucioneve në Shqipëri nga institucionet e Kosovës. Ju dërgohen në Shqipëri, ekspertët e Shqipërisë vinë këtu si Selami Pulaha dhe Kristof Rashri, dhe është shumë interesant se pas kthimit të tyre nga ajo punë që e bëjnë në Prizren, pas kthimit të tyre, këta dërgojnë relacione në instanca në Shqipëri. Dhe këto relacione i kemi gjetë. Kjo është e para, edhe i kemi publikuar të. E dyta është se një pjesë e profesorëve që kanë qenë mësimdhënës në shkollën e lartë këtu në Prizren, shkojnë për hulumtime në Tiranë dhe në disa qytetet e Shqipërisë, për të përgatitur temat e tyre të magistraturës dhe doktoraturës. Një prej tyre, profesor Ylli Zajmi, dhe këtu i keni domethënë të evidentuar gjitha ata njerëz që kanë shkuar, çfarë kanë hulumtuar, çfarë kanë folur, cili ka qenë bindja e tyre për aspektin për klimën politike në Kosovë, çfarë mendimi shprehin për aspektet politike në Shqipëri e të tjerë. Dhe do të thotë një relacion tjetër ose e treta me radhë ka të bëjë domethënë me Bekim Fëmijën. Deshtëm apo nuk deshtëm, ne kemi e lidhë me Prizrenin. Botohen ndoshta për herë të parë relacionet e Bekim Fëmijës gjatë vizitës së tij në vitet e 70-ta që bën në Shqipëri. E dini do të thotë ai shkon në Shkodër, vjen në Tiranë, ka kontakte me profesorë të ndryshëm, me artistë të ndryshëm dhe ata i pasqyrojnë në mënyrë të detajuar. Pra këto janë për Prizrenin. Mandej, jo vetëm profesorë të tanë që kanë shkuar atje, por dhe profesorët e Shqipërisë që kanë ardhur për të ligjëruar në Kosovë, ata kanë dërguar pas kthimit të tyre, ka qenë domethënë rregull që të dërgojnë relacione me kontaktet që i kanë pas me profesorët dhe çfarë kanë bërë. Njëri prej atyre që ka përgatitur relacion për gjendjen arsimore në vendin tonë është edhe profesori i nderuar Qerem Çabi. Edhe tregon do të thotë që po ka punuar në rreth temës së doktoraturës me 2 personalitete, siç është Recep Ismaili dhe profesor Muhammed Tërnava Indjeri tash, historian i njohur. Pra ju ka dhënë sugjerime rreth punimeve të tyre të doktoraturës, çfarë duhet bëjnë, çfarë çësie duhet kenë e tjera e tjera. Edhe gjithashtu kemi relacione për ekspedita. Në atë periudhë, domethënë organizohen ekspedita të përbashkëta në aspektin gjuhësor dhe folklorik, për të mbledhur materiale të ndryshme në terren dhe janë të njohura sidomos relacionet këtu që janë përgatitur për rajonin e Rrugovës, Hasit dhe Opojës. Përmendet që në kuadër të dokumenteve të cilat gjendet brenda këtij libri vjen re përpjekjet e studiuesve kosovar për të marrë pjesë në shënimin e 500 vjetorit të Skënderbeut në Tiranë, pastaj vlerësimet dhe raportimet e informatorëve për aktivitetin e profesorëve shqiptar të Kosovës që shkonin në Shqipëri, sidomos gjatë intensifikimit të marrëdhënieve mes Universitetit të Tiranës, Prishtinës dhe të Shkupit, gjithashtu vizitat arsimtarëve e kështu me radhë. Kur ju qaset
këtyre dokumenteve, cila ishte përshtypja e parë e juaja, lidhur me qëndrimin dhe mënyrën e raportimit formal që kishin bërë për pilusit e këtyre dokumentave në Shqipëri. Çfarë përshtypje ju ngjalli kur e pat këtë stil të raportimit për kosovarët? Gjithmonë, kur një studius, kur i ka këto materiale, duhet t'i merr me rezerva, në kuptimin që t'i kërkoj edhe një dëshmi tjetër. Për shembull, këtu ke studius që thonë, po, kur kanë shkuar studiusit tanë atje, ka disa publikime që janë bërë të disa dokumenteve, dhe thonë kur kanë shkuar studiusit tanë në Tiranë, në fakt ata disa prej tyre e kanë vizituar edhe ambasadën jugoslave në Tiranë. Por tani neve kemi kontaktuar profesorë që ende jetojnë dhe ata na kanë treguar një diçka. Jo kanë shkuar, po ka qenë rregull. Janë detyruar. Kanë qenë të detyruar. Do të thotë, në momentin që kanë vendosur që ata zotëri, grupi i profesorëve të shkojnë në Tiranë. Tani ata njerëz të cilët kanë pasur përgatitje edhe në aspektin politik, si për shembull njerëzit të cilët kanë shkuar te fushave le të themi juridike, që kanë pasur njohuri edhe në aspektin politik, ose ata e kanë ditur mirë profesorët të cilët, si për shembull për profesor Femia Ganin ose profesor Mark Krasniqi, Syria Popovci, ata kanë bërë pyetje edhe politike. Çfarë mendoni, cili është qëndrimi, çfarë mendoni për vizitën e Titës në Kosovë, apo cili është mendimi juaj për ndryshimet kushtetuese të vitit 1974 e pyetje të tilla. Dhe ata i kanë mbajtur shënimet me kujdes. Mirë po, a ka nuanca ideologjike? Padyshim se po, sepse shihet qartë kur dikush shkon dhe i flet domethënë mirë për Shqipërinë, për përparimin e Shqipërisë, para ndërhoqen ata shifet që ekzaltohen, dhe në të kundërtën, në qoftë se dikush nuk flet mirë, apo ka domethënë ka ndonjë rezervë, ata më njëherë e paraqesin në këtë drejtim. Për shembull, le të themi ta marrim si shembull profesor Recep Çosi. Ai mban një ligjërat lidhje me periodizimin e letërsisë shqipe në për mësimin apo për periodizimin e letërsisë shqipe. Dhe ai thotë gjatë ligjërimit të tij dhe në dukje se nuk pajtohet me shtetin shqiptar në atë kohë, që letërsia quhet letërsi shqipe dhe të mos përfshihen edhe shkrimtarët që bëjnë pjesë domethënë në diasporë, por edhe që të mos përfshihen edhe shkrimtarët shqiptar në ish Jugosllavi. Pa jashtë kufive të Shqipërisë. Po. Edhe ata shqetësohen brenda dy ditëve dërgohen 3 relacione në drejtim të Komitetit Qendror. Dhe thonë se ka dalë, nuk është rregull, ka dalë jashtë vija ideologjike. Do të thotë, po, në qoftë se dikush ka dalë jashtë këtyre konturave, jashtë këtyre vijave, atëherë nuk është mirë për ta. Hajde, tash e kemi një raport tjetër, por që nuk është përfshirë këtu, sepse është botuar nga një studiues e Shqipërisë me rastin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Gjatë qëndrimit të tyre, domethënë këtu, profesor Alex Buda dhe ekipi i tyre e përgatit një raport për 32 faqeve me makinë shkrimi. Dhe thonë, në përgjithësi i shikojnë do të thotë me përbuzje studiuesit kosovar. Por aty thonë ka një diçka. Na kanë pëlqyer jashtë mase kumtesa e Recep Çosjes, kumtesa e Skënderizajt dhe kumtesa Hasan Kaleshit. Mirë po thotë, kumtesat duken qartë se Hasan Kaleshi dhe Skënderizaj janë të infektuar me shkollën perëndimore. Janë të infektuar me shkollën gjermane. Domethënë për ta edhe për ideologjinë e kohës nuk ka qenë rregull kjo. Që në fakt mund të ka qenë negative në atë kohë, por kur e shikojmë prizmin e sotshëm, e shef se sa vizionar kanë qenë në fakt ata njerëz për trajtimet që i kanë bërë. Dhe paramendoni të kishin qenë të gjitha studimet dhe analizat të një frime, të një qasje.
çfarë rezultate do të mund të kishin. Ju keni volontuar arkiva edhe për këtë libër, po edhe për libra tjerë t'ju. Sa do të ndihmonte në efektivitetin e ndryshimit të fakteve historike digitalizimi i arkivave shqiptare, qoftë në Kosovë dhe në Shqipëri? Dhe a keni informacion, a ka ndonjë lëvizje në këtë drejtim? Ju pak më herët e përmendët që jeni ballafaqur me ca sfida, diku me dosjet e deklasifikuara apo kështu me radhë. Nëse do i hynim një procesit të digitalizimit, dy shtetet shqiptare, le të themi, atëherë a do të lehtësoj edhe performanca juaj si historian për të nxjerrë të dhëna të reja, po edhe për gjithë opinionin publik? Për aq sa kemi njohuri në rajon, prin këtë drejtim arkivi ose drejtuesit e arkivit të shtetit shqiptar. Do të thotë, kanë arritur të sigurojnë fonde dhe drejtuesit e arkivit të shtetit shqiptar kanë digitalizuar thuajse gati tër fondin arkivor që gjendet aty. Është një lehtësim jashtëzakonshëm dhe tash mund të kesh qasje, domethënë hyn në webpaqen e arkivit që është webpaqja zyrtare, e shkarkon aplikacionin e caktuar dhe mund të hysh të hulumtosh e ata e quajnë hulumtim nga shtëpia. E shef materialin, bën porosin dhe kjo është një lehtësi jashtëzakonisht e madhe. Përveç në aspektin domethënë ta bën një lehtësim në aspektin kohor, ta bën një lehtësim në aspektin material, sepse më herët e din domethënë profesor Parimi kur ka mbrojt magjistraturën dhe kur është desh domethënë të shkojë në Tiranë të hulumtoj ndoshta për javë të tëra dhe më në fund të gjejnë një dokument apo dy. Por ajo ka pas një kosto, sepse kosto e ka qenë materiale, sepse ky është desh ta paguajë domethënë qëndrimin, hajen, pijen e tjera në Tiranë. Ndërsa tash jo, ekziston një lehtësi këtë drejtim. Dhe po presim që edhe Kosova ka marrë një hap të mirë këtë drejtim dhe presim që në vazhdim domethënë ose në vitet që do të vinë që do të kompletohet ky proces dhe puna e studiuesit në këtë drejtim është e lehtësuar jashtëzakonisht shumë. Atëherë, jo vetëm studiuesit e historisë, por dhe gjithë të interesuarit të tjerë do të kenë mundësi qasje me të lehtë dhe për të pasur dokumenta për një ngjarje të caktuar apo edhe për një familjar të caktuar. Ju ndoshta mund të jeni ndjeni se ka që disa vite që në Shqipëri ekziston autoriteti i dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Dhe ky autoritet ka një fond që quhet Fondi i Kosovës dhe brenda këtij fondi ekzistojnë 20.000 dosje për Kosovën dhe për njerëzit e Kosovës që kanë hyrë në Shqipëri apo edhe për ata njerëz të cilët ka pasur interes sigurimi i shtetit shqiptar për t'i ndjekur. Ekzistojnë këto dokumente dhe do të ishte me interes që ne t'i kemi ato dhe t'i shohim për hulumtimet tona më të tjeshme. Folim për burimet arkivore, më intereson ta di pikpamjen e juaj rreth fuqisë që mund ta kenë burimet arkivore në rileximin e ngjarjeve të historisë shqiptare. Pra, me fjalë tjera, cilat mund të jenë kahet e historiografisë zyrtare shqiptare në rast se do të hapeshin vetë arkivat shqiptare. Po flasim vetëm për arkivat tona. Pra, mendoni se ka të pathëna zyrtare duke qenë disponueshëm materiali? Sigurisht, sepse me vetë faktin që këto materiale që po i shihni këtu të përmbledhura në mes këtyre kopertinave që kemi vënë në dispozicion, edhe për publikun domethënë një pjesë e tyre janë të panjohura, e shef domethënë disa qëndrime të studiuesve tanë për disa problematika historike. Le të themi, shkon Ali Hadri në vizitë dhe atje thënë si është zhvillimi i historiografisë shqiptare në Jugosllavi dhe profesor Ali Hadri fillon tregoj. Në fakt, ata e shënojnë relacionin për 6 apo 7 faqeve. Gjithashtu,
një pyetje të tillë ja bëjnë edhe profesorët që qosës në lidhje me letërsinë. Dhe ai përgjigjet. Edhe aty shënojnë në një relacion për 7 ose 8 faqeve, që në fakt për mua personalisht është domethënë është një tregues se ata njerëz edhe kur kanë biseduar janë incizuar. Sepse është e pamundur që ne të bisedojmë, le të themi, po e pyes tash po bisedojmë me zotërin ditarin, edhe bisedojmë për një çështje caktuar rreth letërsisë apo rreth historisë dhe në fund ti shënohesh ti një relacion prej 10 faqeve. Mund të shënohesh 2-3 faqe, po jo 10 faqe. Ti shënohesh gjithë ata emra, gjithë ato definicione. Pra kanë qenë të incizuar ato biseda, janë vend domethënë në letër, janë arkivuar dhe neve disa prej tyre na janë vend dispozicion. Janë dhëna që për herë parë i shohim. Kështu që tregon për një mendim të një profesori apo për një mendim të një profesori të historisë, të letërsisë apo e keni rastin e Ibrahim Rrugovës. Gjatë qëndrimit në Shqipëri i tregon një kolegu të tij dhe thotë se këtu nuk paska hapësirë për zhvillimin e letërsisë, paska cenzurë. Dhe ai i tregon shoqëruesit të tij shqiptarë, ata alarmohen me njëherë dhe i vën dispozicion relacionin Komitetit Qendror. Ja se ka këtë mendim. Pra, është interesant më u potencuar edhe ky aspekt, edhe aspekte tjera të profesorëve do thotë si profesor Bedrusheu, profesorit Skenderizaj, mandej të profesorit Anton Qeta e të fushave tjera albanologjike që kanë shkuar ko pas kohë në Tiranë dhe kanë shprehur mendimet e tyre. Gjitha janë regjistruar? Janë regjistruar, një pjesë tyre ato që kemi mund ne t'i vjelim, i kemi vënë në dispozicion edhe të lexuesve. Por unë mendoj nga ju domethënë që kam parë, ka ende shumë edhe me ato materiale që janë edhe 2-3 institucione shkencore, ka punë edhe për 2-3 institucione shkencore të Kosovës me vitet tona të merren për t'i vjel ato materiale, për t'i përpunuar edhe për t'i vënë në dispozicion të lexuesve. Megjithatë në bisedën që e bëjmë këtu edhe ashtu po e regjistrojmë përmes kamerave, në transparencën e kemi qenë fillim. Nuk do t'i bartim fjalët e tua në ndonjë relacion diku tjetër. Jo, këto janë është kohë tjetër dhe mirë që tash jemi domethënë kohra tjera dhe nuk jemi në kohra çfarë kanë qenë ish profesorët tonë dikur. Domethënë këto e bëjmë me vetë dëshirë dhe është kënaqësi. Me qenë se jeni këtu si historian, dua t'ju pyes edhe një gjë tjetër. Shpesh dëgjohet të thuhet se në arkivat e disa shteteve të huaja ka shumë dokumente për shqiptarët që presin ta shohin dritën. Kanë orientuar studiuesit e rinj për të nxjerrë produkte serioze studimore. Ka një pjesë të kolegëve tanë, ekziston një pjesë e kolegëve tanë që thonë se deri tash nuk është bërë asgjë. Unë nuk bëj pjesë të këta kolegë që thonë se deri tash nuk është bërë asgjë. Këtu është bërë aq sa kanë mundur, domethënë kolegët tanë historian. Mund thuhet se nuk është bërë sa duhet, është muhabet tjetër. Mirë po, nga hulumtimet e gjertanishme, që neve domethënë kemi pasur, sidomos me arkivat e rajonit, dhe më shumti në arkivin e Stambollit, na ka rezultuar se ka materiale të bollshme që do duhet domethënë institucionet tona me vite të tëra. Mos të flasim për arkivat e Vjenës dhe arkivat e Vatikanit, që gjithsesi ruhet domethënë një pasuri e jashtëzakonshme arkivore e jona atje, ose për ne. Unë vetëm po e potencoj një fakt. Ju keni qenë ndërkohë apo në arkivin e Stambollit keni bërë? Gjatë përgatitjes time të temës së masterit, në Stamboll po e kërkoj do të thotë hulumtime për vilajetin e Kosovës dhe me një nga shoqëruesit tanë aty pe shohim në informacionin zyrtar që ekziston, thotë se
vetëm për vitin 1912 ruhen 10.000 materiale, vetëm për vilajetin e Kosovës, 10.000 dokumente. Dhe pyetja lindi tjetër mandej, tash më fal, në bazë të informacioneve që posedoni ju, këto vite 1912, 10.000 dokumente, sa janë hulumtuar nga studiuesi shqiptar, tha mendojmë që deri në 2.000 dokumente janë hulumtuar deri më sot. Po flasim për vitet 8-12, domethënë 4 vite. Para mendoni edhe për vitet tjera, edhe për materialet e tjera sa ka. Unë po flas vetëm për arkivin e Stambollit, ku më ka rënë disa herë të shkoj për hulumtime. Po, mos flasim edhe për arkivet e tjera, që ka do të thotë me mira materiale e që e mira do të ishte të bëhen grupe studiuesish për hulumtime në këtë aspekt. Jo një individ, po grupe studiuesish. Të shkojnë do të thotë edhe në Vatikan, të shkojnë edhe në Vjenë, edhe në Stamboll, edhe në arkivat franceze, edhe të fuqive të kohës, domethënë shtetet që kanë qenë fuqive të kohës pse janë. Për shekuj të tërë, nëse ju vetëm për 4 vjetë keni hasur 10.000 dokumente, paramendoni 400 vjetë sa dokumente mund të gjeni. Unë vetëm si shembull e mora domethënë Stambollin, sepse edhe arkivat e tjera kanë mjaft materiale për të kaluar ato, që do të duhet hulumtohen. Profesor Nuridin Ahmeti, faleminderit për sonte, faleminderit që gjetët kohën të jeni pjesë e panairit të librit, takimit letrar. E di që temat e historisë mund të zgjasin për të mos thënë pambarim, por ndoshta me orë të tëra dhe do të ishin me interes. Ne nga ora 9 kemi edhe programin e dytë të promovimit, të cilin do ta drejtoj Osman Goranci, me mysafirën Vera Istreti. Andaj ju ftoj të qëndroni edhe në pjesën e dytë të programit, që do të filloj parafërsisht pas 7-8 minutash, besoj. Edhe një herë faleminderit, profesor. Faleminderit.